Një parë edhe bazat tjera gjatë kohës si keni qenë. Qa mendon për bazën e Shëngjinit që ka pasur një veçori për shembull për ty në raport me bazën e Durrësit? Baza e Shëngjinit, veçoria e saj është që u fortifiku. Kur ka delegacioni i parë i NATO-s në shefin e shtabit të NATO-s që ishte turk në atë kohë, ai tha dy baza ka në Zeu tha, Shëngjini dhe Gibraltari. Se hyri brenda u habite nga ato. Nga gjithë shtypi media ka qenë vetëm Marian Melonashi, i RTS-s. Edhe ka filmuar ai, po brenda nuk e di, ka qenë brenda tunelit të Shëngjinit. Tani nuk e di se ka thënë disë, madje ka qenë farmaci. Po, ashtu. Jo edhe tash ashtu janë. Edhe e shpjeguam në atje, shpjeguam gjitha me nga vinë si duhet, nga vinë karburanti, nga vinë municioni, ku dalin 4 shkatjur i parohen, nga dalin gjyqat të nga mrapa, se që shkujti me sollari ditë tuneli i 4-ve, ati. Ajo është bë vetëm për gjyqat dhe, bine që e shikon me kujdes, ka jashtë, ka 3 mini bankina për 3 gjyqat, që se në mjesin dini mjashtë, ne, që të erosin, ndarje pusim brënda. Edhe, veçoria kjo ka qenë. Po kështu në pikpamjet përgatitjes së kuadrove, kështu edhe si mund ta quamin bazë? Po, ka pat një, se vllota ka pat rregull shumë. Rregull nuk e di, mbase është edhe marrë nga të ujtë në shikë, dhe s'ka pat një tradit madhe vllota para shërimit. Ka pat një rregull tillë, që në çdo vit, gjithë kuadrat kalonin në kurse dhe në provime. Për shembull, çdo vit në kurmande faza e parë, gjithë oficerët të dënojnë se jepsin provim për vetë drejtim. Dhe gjithë nuk e merret li e fat. Nuk po them ngelje në klasë, po nuk e ke marrë vetë drejtimin quhet. Dhe linja në fat kaq kohë për vetë drejtimin. Dhe unë si komandant më ishte i ri kam qenë mosh, po si komandant më i vjetër në atë kohë, kisha patronazh për mësues komandantëve që u emëruan më vonë. Edhe me i bëj mësime në klasë, bëjshin servitje, bëjshin komando shtabi, servitje shtabi, në gjitha format e përgatitjes. Dhe nuk mundohesh para si që ishte pa përgatit. Nësa majnar, mësej, këto përgatitje shkojnë të majnar. I kushtoj shumë kujdes servitjes vogël. Servitje vogël, se mund bësh shkencën e madhe të si që bëjnë të njërë. Jo, po kur majnari si të vendos minën, trovë shkenca. Kur si të vendos predhën e dy në... Ti bëje mbrojtën, si e bëni djej me 5 mbrojtësa, jo me 15 fushor, dhe me 3 mbrojtësa. Pa ha gol, dhe me 2 sulmos, po s'bën gol. Ate që duhet përgatitja e madhe, e standardi madhe. Strategia. Jo, kur nuk i përgjish. Direkt në ty direkt punës. Edhe i kushtoj shumë si servitjes vogël. Edhe çdo majnari që li brezë ti në qepë. Gjitha veprimi që duhet bënte, në gjitha rolet, se role që ushim nese, të mom role që majnari duhet bëjë dhe artiller, duhet bëjë dhe minjor, duhet bëjë dhe zerpis, duhet bëjë dhe ndim smek, duhet bëjë dhe gresator. Dhe mund gjitha funksionet i këtë shkrujtme. Në detyrat, në alarm në starat. Bëjë këtë. Sa detyrat po të jaron të detyrat në pastrim. E kam për të pasur nga brinja kaj dhe në brinja kaj që kam për të pasur tapin. Gjitha e atë... Libreza. Zdo faqe kishte një rol. Detyrat në një rol. Që i përgjeti e shkote dhejtë e i fundit. Që po se ato servitet e vole që qëshin, servitet për normativat e për objektivat e kështë për ta zbërthuj shullin në 37-it 2 minuta e 50 sekonda, kur shajnë 2 minuta e 30 sekonda, bëjë fjallë. Në format tila, plus emulacionet, emulacionet zhvilloj shumë.